Kapsulohet fusha e mbetjeve në Orikum. Pamjet që po ndishtin në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora sjellin pikërisht fushën e mbetjeve në Orikum, e cila tashmë është mbuluar me dhe, me qëllim që aty të mos depozitohen më mbetje. Bashkia e Vlorës mori masa për të mundur mbylljen e kësaj fushe, sikundër po ndishti pamjet në ekran, dhe firma e pastrimit apo kompania e pastrimit në këtë zonë nuk do të mund të depozitojë më mbeturina. Mbeturinat e Orikumit tashmë do të shkojnë në landfillin e Sherishtës. Pikërisht me njërë pasi u hap landfilli i Sherishtës, u bëj mundur edhe mbyllja e fushës së mbeturinave në Orikum, ku sikundër shikoni, ajo është mbushur me dhe është rrethuar, me qëllim që mjetet këtu të mos hyjnë më brenda saj. Edhe fusha e mbetjeve në Orikum ishte kthyer në një problem mjaft shqetësues, jo vetëm për banorët e zonës, por edhe për pushuesit vendase të huaj, të cilët kalonin në këtë rrugë nacionale, pasi ajo gjendet pikërisht buzrrugës në Orikum që lidhet më pas me bypassin. Ishte një pamje shëmtuar për një qytet bregdetare si Orikumi. Në prag të sezonit turistik të këtij viti, Bashkia e Vlorës ndërmori masa për të bërë të mundur mbylljen e fushës së mbetjeve në Orikum, dhe të gjitha mbetet urbane të këtij territori tashmë mbrinë në landfillin e Sherishtës për të depozituar aty. Pritet që edhe fusha e Orikumit të përfshihet nga një investim i cili do të bëjë të mundur kapsulimin e saj, si dhe kthimin në një mjedis të gjelbëruar. Investimi apo projekti do të zbatohet me fondet e qeverisë gjermane dhe mbështetjen e qeverisë shqiptare.